qante. Sa bukur e mbyllin e Vila Nika, që e falenderoj për intervistën emocionale që bëm dje. Kam të freskët dhe dua ta ndaj, kur i thash më tregoj një histori përveç arkivës, dhe tha historia e tezësime. Erdhi, tha, një italian kohë më pas, donte të takonte, ajo tha kush është, shkoj me babajn dhe një burr tha që qante, i tha, e di çfarë më ke bërë ti, tha, më ke dhënë gjysmë sapuni. Por unë zhduka morrat me atë gjysmë sapuni, ishin partizan të dy, ajo kishte ndarë sapunin në mes, sapunin që s'kishte. Dhe ja dha, për të vrarë morrat që po hanin njerëzit në kohën e luftës, kur higjiena ishte minimale, kur varfëria ishte e jashtëzakonshme. Dhe më shpëtove, i tha, njeri nuk e haroj kur, dhe erdhi i tha një medalje të Niçeje, që kishte marrë në një nga garat e kanotazhit që kishte bërë në Itali. I tha, merre, se nuk kam çfarë t'jap, dua vetëm të më kujtosh, tha, siç unë të kujtoj ty. Kjo është, tha, nuk e dinte tezja ime që po jepte diçka për mirënjohje. Këtë bën shqiptarët, nuk pritet asnjë medalje, e bën se ata e bëjnë. Por ne jemi këtu për t'i mbledhur këto rrëfimet e vogla, rrëfimet e bukura, të besës së shqiptarëve, të mikpritjes, të derës së hapur, të bukës së dhuruar, të fjalës së mirë, të mos pritjes së asnjë